Kopshti zoologjik është ndërtuar në vitin 1960 dhe ka një sipërfaqe prej 5.5 hektar, nga të cilat 3.7 hektar janë gjelbrim, 1.5 hektar basene ujore dhe 0.4 hektar rrugë dhe sheshe. Në kopshtin zoologjik sot gjenden rreth 22 specie kafshës dhe 88 kafshë. Kopshtin e vizitojnë mesatarisht 35.000 vizitor në vit. Synojmë që nesër kopshti zoologjik të transformohet në një park zoologjik dhe me këto atribute shtesë. Ai do të jetë i preferuar për të gjitha moshat, vizitor vendas, por edhe turistët. Do të ofrojë një habitat më të mirë për kafshët, do të ketë një diversitet të specieve, do të ofrojë zbavitje dhe edukim. Në park do të jenë të përfshira edhe projektet kërkimore dhe shkencore. Do të ketë argëtim cilësor dhe aktivitete rekreative me mundësi të plot për kohën e lirë të familjes kryeqytetase. Me këto atribute të sipërpërmendura, parku ynë zoologjik do të jetë ndër më të vizituarit në Ballkan. Faza e parë e projektit do të përfshijë përmirësimi i aksesit dhe infrastrukturës, shtimi i sinjalistikës informative dhe orientuese, pasurimi me shërbime për vizitorët, rinovimi i habitateve ekzistuese, prezantimi i pavionit për kafshët e trevave shqiptare, krijimi i habitateve të reja natyrore, të cilat do të jenë të hapura dhe të mbyllura, krijimi i ambienteve për aktivitete edukuese, kërkimore dhe shkencore, përmirësimi i kushteve për argëtim dhe rekreacion. Në pikat të ndryshme të kopshtit do të vendosen pikat e informacionit që mund të jenë harta e gjithë parkut zoologjik, informacion mbi kafshë të ndryshme apo dhe detaje të tjera. Habitatet natyrore përgjithare do të zënë rreth 25% të sipërfaqes së parkut zoologjik. Do të pozicionohen në anën perëndimore të parkut zoologjik. Do të përmbajnë kafshë nga kontinente të ndryshme. Habitati natyror do të ofrojë akomodim të përshtatshëm për nevojat fizike të kafshëve sipas tipologjisë së natyrës së vendeve nga vijnë dhe një lehtësi menaxhimi të tyre nga një staf i specializuar me të gjithë komponentët e strukturave më moderne të këtij lloji. Ferma e kafshëve do të pozicionohet në pjesën e fundme lindore të parkut zoologjik. Do të jetë shtëpi për kafshë të buta dhe shtëpiake. Habitati natyror do të ofrojë mundësi kontakti direkt të fëmijëve me kafshët. Ndërsa pavioni i kafshëve nga trevat shqiptare do të pozicionohet në fillim të parkut në pjesën perëndimore të tij. Do të përmbajë kafshë dhe shpend karakteristike të trevave shqiptare. Shtëpia e zvaranikëve do të pozicionohet në fillim të parkut në pjesën perëndimore të tij. Një shëtitje përreth shtëpisë do të lejojë shikim të sigurt të një koleksioni unik gjarprinsh, breshkash e bretkoskash e jo vetëm. Shumë nga kafshët do të jenë pjesë e rëndësishme e programeve të shumimit për të ruajtur të ardhmen e specieve në zhdukje. Ndërsa shtëpiza e zojgjve do të pozicionohet në pjesën perëndimore të parkut zoologjik dhe do të zërë 7% të tij. Do të përmbajë një koleksion të pasur të specieve të zojgjve në vend dhe jo vetëm. Habitati natyror do të ofrojë akomodimin e duhur për speciet e vizitorët do të mund të shijojnë muzikën e orkestrës natyrore të zojgjve gjatë shëtitjes së tyre në park. Habitatet ujore. Habitatet ujore janë në pjesën lindore të parkut zoologjik dhe zënë rreth 24% të tij. Do të jenë habitatet ku ndërthuren elementët bimor me ato të arredimit urban dhe elementit ujë. Habitati natyror do të ofrojë akomodimin e duhur për speciet si shpend, peshq dhe amfib. Edukimi dhe kërkimi do të jenë pjesë e natyrshme e jetës së parkut, i cili do të mbështesë kopshtet dhe shkollat në misionin e edukimit mbi botën e kafshëve dhe pasurimit të eksperiencës njerëzore. Parku do të ofrojë programe të aksesueshme, qëllimore, të përshtatshme e që do të përkojë me nevojat e audiencës dhe standardet e larta të edukimit. Vetë parku zoologjik do të jetë një klasë e hapur duke ofruar programe për të gjitha moshat dhe interesat, nga kampet verore te kurset shkollore. Edukimi do të bëhet në çdo pjesë të parkut duke ofruar vizitorët me mesazhet e ruajtjes së ekosistemeve përmes argëtimeve të shumta e programeve gjithëpërfshirëse. Parku do të ofrojë mundësi për student që të fitojnë eksperiencën dhe informacionin e duhur përmes kërkimeve studimore dhe kujdesit për kafshët. Aspirojmë që ky park të jetë në nivel kombëtar një qendër për fushat e kërkimit dhe të studimit. Dhe në të ardhmen, në nivel rajonal,
për infrastrukturën që do t'i ofrohet profesionistëve të fushës për programet e tyre kërkimore. Pavioni muzeor për kafshët e balsamosura, që do të përmbaj kafshë të trevave shqiptare dhe specieve që janë zhdukur tashmë, dhe do të shërbejë si memorie shkencore dhe një enciklopedi edukative për cili do që e viziton. Amfiteatri do të pozicionohet në pjesën fundore të parkut zoologjik dhe do të ketë një strukturë të ndërtuar me material dru dhe me kapacitet deri në 100 vet. Ai do të shërbejë për shfaqje nga Teatri i Kukullave dhe Cirku i Tiranës, filma me tematik mbi kafshët, biodiversitetin, ekosistemet, mjedisin e të tjerë, si edhe konkurse dhe spektakle. Kënde lojrash për fëmijë, të cilat do të jenë hapësira të hapura apo të mbyllura, pozicionuar në pjesën e fundme lindore të parkut. Kënde lojrash me tematik xhunglën, projektuar për fëmijë të moshës 6 vjeçare dhe më të vegjël, si edhe hapësira lojrash dhe aventurash projektuar për fëmijë të moshës nga 7 deri në 12 vjeç, duke kombinuar element ngjitje, zvarritje dhe rrëshqitje. Gjithashtu parku do të ofrojë hapësira për piknik, art dhe një dyqan dhuratash. Në hartë jepen mundësit e lidhjes së parqeve me njëra tjetrën dhe mundësit e organizimit të vizitave, si për shembull, përdorimi i një bilete të vetme, aksesi dhe kalimi nga njëri park te tjetri nëpërmjet urave të lidhjes. Njërisi për parkun zoologjik do të jetë ndërtimi i akuariumit. Do të ngrihet në pjesën lindore të parkut zoologjik dhe këtu do të zbuloni shumë specie peshqish, nga një varietet i gjerë peshqish tropikal, të ujrave të ëmbla e të kripura, si dhe habitatet natyrore të detit. Parku botanik është një komponent i parkut të integruar të liçenit dhe është mjaft i nevojshëm për kërkimin dhe mbrojtjen e bimëve, si dhe për të zbuluar, kuptuar dhe ruajtur diversitetin botanik. Kopshti botanik është një institucion shkencor dhe kërkimor ndërtuar në vitin 1971 me një sipërfaqe prej 15 hektarësh. Në kopësht numërohen rreth 1400 lloje bimore dhe ai shërben si një laborator natyror për nxënësit dhe studentët. Sipas projektit, pretendohet që ky kopsht botanik të fitojë statusin e parkut botanik, i cili të ofrojë më shumë atribute dhe mundësi ku përmendim: rigjenerimi i bimësisë, qendra e bimëve të randha në rajon, herbariumin, mini ekosisteme, sistematika e bimëve. Rigjenerimi i këtij parku do të sjellë një përmirësim të lidhjes jetësore midis faunës dhe florës, shtimin e bimëve duke shtuar kënaqësinë e shëtitjeve dhe shijimin e buqetës floreale. Kjo qendër do të zhvillojë kërkime në botanik dhe në hortikulturë, si dhe do ndihmojë në ruajtjen e specieve bimore të rralla në rajon të rrezikuara nga zhdukja. Qendra do të jetë e hapur për vizitorët. Ndërsa herbariumi do të shërbejë për koleksionimin e bimëve, fjerave, myshqeve, kërpudhave, likeneve të tjerë, nga vende të ndryshme. Qendra do të jetë e hapur për vizitorët dhe do të ketë kuriozitete dhe konkurse. Pylli tropikal do të jetë një hapësirë ku flora dhe fauna ndërthuren bashk dhe ku vizitorët do të shohin, prekin dhe do të bëhen pjesë e mjedisit natyror të tij. Parku sportiv te kompleksi i sotëm Dinamo është elementi i 4 i parku të integruar të liçenit. Ai do të karakterizohet nga një lloj i caktuar gjelbrimi, pema aromatike e begonjës, e cila do të jetë dhe një veçori dalluese e tij. Parku sportiv do të jetë një ndërthurje e mjediseve të veçanta, argëtuese dhe sportive. Krijimi i një labirinti me gjelbrim dhe me elementë të tjerë surprizë nëpërmjet hapësirave të brendshme të tij, si statuja të personazheve të realizuara me gjelbrim, pasqyra e tjerë. Një pjesë e parkut sportiv do të jetë i dedikuar për aktivitete fizike të ndryshme, si për të rritur ashtu edhe për fëmijët, fusha mini futbolli apo hapësira për të luajtur me patina. Risia e këtij parku sportiv do të jetë krijimi një fushë mini golfi e ndërthurur me elementë të ndryshëm, e cila do të shërbejë si lojë, por edhe si argëtim për qytetarët. Një pjesë e këtij parku do të jetë dedikuar për sportet rekreative në natyrë, për të gjitha moshat dhe të gjitha llojet e sporteve në hapësira të hapura, fitness, yoga, vegla sportive në park e të tjerë. Duke u falendëruar për vëmendjen, na lejoni ta përfundojmë këtu me 3 shifra. Dje, parkun e liçenit e frekuentonin 396.000 vizitorë në vit. Sot e frekuentojnë
3 milion vizitor në vit, ndërsa nesër parkun e integruar të liçenit, të cilin sapo ju treguam, do ta frekuentojnë 10 milion banor në vit.